Ka shumë çdo palë zgjedhje në Shqipëri, ndaj sot kemi vendosur dhe ka pranuar të bezdiset, miq të dashur, njeriu që çdo palë zgjedhje, ashtu siç ndodh me ca personazhe, vinë olimpiadat, kampionati botror, janë ca personazhe që bëhen protagonist në atë periudhë famë keqe ose famë mirë. Është me ne në studio një nga njerëzit më të hershëm të çështjeve zgjedhore, kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, zonja dhe zotërinj, mbani frymën. Ju që manipuloni vota, Iliran Celibashi, mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes, edhe kënaqësi as pak bezdi. Faleminderit shumë zoti Celibashi, para një herë po e filloi thjesht siç do ju pyesi çdo shqiptar, këto ditë si kemi punët me zgjedhjet e 11 majit? Deri në këtë moment që ne flasim së bashku, gjërat janë duke shkuar mirë, nuk do të them shumë mirë, Asgjë nuk shkon shumë mirë në Shqipëri. Po të themi që qëndron dhe kështu kjo gjë, por janë duke shkuar mirë, të paktën në përputhje me parashikimet që ne kemi bërë. Nuk kemi ndonjë problem ose ndonjë shqetësim, sidomos tani që kaluam një fazë shumë të rëndësishme të procesit zgjedhor, sikur ishte regjistrimi votuese nga jashtë. I hoqim qafe te kjo fazë. Në aspektin e përmbushjes së një detyre, ne si KQZ nuk kemi hequr qafe votuesin nga jashtë, po kemi hequr qafe një detyrë që do duhet ta bënim. Ma leoni ta nis ndoshta edhe me një ton ironik, më pëlqeu kur thatë që po shkojnë gjërat mirë, nuk ka shqetësime. Ndoshta nga që sa herë ankohet opozita ju si merrni për bazë dhe normal nuk shqetësoheni. Tani paktën ky është perceptimi. Nëse tash ankesat e opozitës kanë dështuar të gjitha praktikisht. Ankimimet, denoncimet që kanë bërë. Të gjitha, por do duhet ta them edhe, ndoshta mund mos qëndroj kështu, por natyra dhe përmbajtja e atyre ankesave ka qenë e tillë që nuk na kanë shtyrë që të kishim një proces të sanksionimit, ta themi kështu. E qartë, kështu që të reflektoj opozita të ketë denoncimet më konkrete. Dhe ne kemi bërë këtë diskutim edhe me përfaqësues të opozitës, po edhe me përfaqësues të organizatave shoqërisë civile, që një pjesë e tyre janë shumë aktive në denoncimin e fenomeneve negative të procesit zgjedhor apo aspekteve negative të procesit zgjedhor. Dhe për disa prej tyre, pra denoncimeve të bëra nga shoqëria civile, ne jemi përgjigjur në përputhje me kërkesat që kanë bërë ata, por isha duke thënë këtë që në diskutimet e përbashkëta që kemi patur, kemi shtyrë dhe kemi nxitur që nuk ka shumë rëndësi numri i denoncimeve, sikur dhe një denoncim pa ma tjetë domethënës, ai ka rëndësi. Në ç'është kuptim domethënës? Se për shembull rasti i Elbasanit në 2021 ishte makabër. Po duhet të jenë raste të tilla në kuptimin që apo në dokumentacion flisni. Po pra në dokumentacion të jenë të tilla që edhe për opinioni publik ka interes, ai e ndjek dhe kupton edhe opinioni publik se për çfarë shkelje bëhet fjalë, dhe çfarë është më e rëndësishme, ai që denoncohet për shkeljen e rastit, ta ketë edhe ai të qartë që po, kjo është një vije kuqe që nuk duhet kalohet. Për atë dhe për të tjerët. Pak teorike